Presidenti Trump ka dërguar Iranit një kërkesë me 15 pika, ku ata të heqin dorë përfundimisht nga armët bërthamore, të ketë pasurim uraniumi vetëm për arsye komerciale, të hapet Hormuzi, dhe është me diktat shumë të madh, ndërkohë që Irani kërkon që Amerika të heqë gjithë bazat ushtarake që kanë lindjen e mesme, që janë 200, ata të caktojnë një fi për çdo anije që kalon Hormuzin, pra duket që fitoi Irani. Dëmi ndaj Iranit është masiv. Është i vetmi president që ka marrë këtë hap, nuk ka rëndësi se si ndodhi. E futi tinzarisht në lojë Netanyahu apo donte t'i shpëtonte dosjes Epstein, siç thotë e majta amerikane. Media e majt, por dhe e majta amerikane në Kongres dhe në Senat nuk do që Trump të fitojë. Kjo është anti-amerikane. Natyrisht po e sulmojnë nga shumë drejtime dhe problemet i ka me problemet e ekonomisë brenda Amerikës. Ka një përplasje midis shefes kabinetit Suzit, Wiles, dhe zvendëses saj Miller, një ultra radikal i djathtë, sidomos me politikat e spastrimit të emigrantëve, duke arrestuar dhe fëmijë. Ajo ka thënë jo, jemi në fushat zgjedhore. Gjithashtu, Suzi, e cila ka ndikim tek Trumpi, i ka thënë që ti nuk duhet bësh asnjë vizitë jashtë Amerikës, do të merresh me fushat në zgjedhje. Bie pra ajo ftesa e madhe e ambasadores këmbë zbuluar amerikane në Athinë që shkoi tek Rama. Në atë marrëveshje të ndyrë biznesi, ku Rama ka pjesë në luanit, nuk diskutohet, epiqendra është një gej konservator, Diku pra Grinelli. Ajo mund vi këto ditë përsëri. Është pastrim milionash, njësoj si Shpiraku. Rama është i gatshëm të jap çdo gjë. Të fal Karaburunin, Jerzercën, Korapin, Tomorin, Vunojin, Surelin, por lindat jo. Apo lindën jo. Abi Bank, skandali më madh. $100 miliona transferta. Në qoftë se nuk shkon SPAK, do shkoj FBI. Rama e di. Sinaloa, McGonigal, pse heshtet për ish pastruese në Athinës, edhe nga opozita. Ku shëndzori dosjen ato javë e para, që gëloj gjithë Tirana, dhe pse u frenuan tani? Në këto çaste është çast përcaktues, dhe unë i them asaj që Shqipëria ka nevojë për republikë të re, kushtetut të re. Ligje të forta ndaj korrupsionit, mos na vi një zhgarravin si Marta Kos, agjente UDB-s, përfaqësuesja tipike e pafuqisë të Bashkimit Evropian, të korrupsionit të Bashkimit Evropian. Dhe ajo na thot se shoqëria shqiptare është e korruptuar. Korrupsion ka kudo. Dhe korrupsioni politik është ai më skandalozi. E fillon tek BE-ja, ka dhe këtu në Amerikë, por ka ndëshkim. Nuk e shpëton dot as Ramën, as Ballukun, as kënd. Përse nuk vjedhin kur s'kishin pushtet Palloshi dhe Pastrusja? Mbase duan ato ligjet e kryetarit të parë të partisë tyre, ku dhe në qoftë se dilja 1 lek deficit ose suficit dënoheshe dhe ka pas dënime me pushkatim për vjedhje. Nga Beu i Saukut edhe figura që ishin emër në Shqipëri. Korrupsioni meriton ndëshkim të tillë, pa diskutim.